Ballokumi është një nga ëmbëlsirat autentike shqiptare, traditë e qytetit Elbasanit dhe simboli i ditës së verës gjithashtu. Prej shumë vitesh, Eglen Baku përgatit ballokumen tradicionale elbasanase me recetë të trashëguar nga nëna e tij. Ai tregon se edhe pse ballokumja ka një recetë të thjeshtë në përgatitjen e saj, duhet kujdes. Sekreti për të bërë një ballokume të mirë është duhet të kesh gjalpin e mirë, pestë e freskëta, gjithçka lëndë në parë që na duhet, por do dhe dashuri edhe respekt për atë që bën. Tradita e do që ballokumja të gatuhet në En Bakri, po çfarë ndryshimesh ka sjell koha? Dita e do të bëhet në En Bakri si peshë moti, por në përpunishtë më tani për të mbuluar dhe sasitë e tjera kemi kaluar në reglat e punës. Na e Bakrit gjithsesi edhe në pasticëri në Greqi ku ne punonim, përdoreshin shumë. Ena e Bakrit është më e higjen, më e mirë për gjërat e tilla, sidomos në për ballokumen. Kërkesa për ëmbëlsirën e ditës së verës vijon të mbetet e lartë. Atëherë deri më sot shitjet kanë qenë shumë okay, shumë në rregull. Por thjesht ka mungesë të popullit shumë. Ka ikur shumë njerëz. Ai thotë se edhe pse shumë qytete të tjera përpiqen ta përgatisin ballokumen, sërish receta elbasanase nuk arrihet dot. Sado që ato mund ta imitojnë deri diku, por kjo është me festë e qytetit tonë. Edhe do ajo është e jona edhe do ngeli pa jona. Sado që mundohen të tjerë të bëjnë atë që bëjnë neve, po atë që bëjnë ne se bëjnë të tjerë. Përtej traditës në Elbasan, por jo vetëm shitja e ballokumeve është bërë pjesë e biznesit të pasticërive.